Kur prindi merr një diagnozë, me njëherë kërkon, si me thonë, forma tjera, rrugë tjera, ku me gjetë zgjidhje për këto. Normalisht nuk janë faza të lehta. Mirë po shpesh prindin me qenë në një udhkryq, po letjen institucionet ato që i mbështesin. Që bëj thirrje institucioneve që ta çojnë përpara ligjin gjithëpërfshirë që të ta rregullonte një herë për gjithmonë çështjen e ligjore të statutit persona me aftësi të kufizuar. Duhet një qasje pak më specifike dhe pak më profesionale te pjesa që të paktën më arrit mi menaxhu disa sjellje problematike. Buxheti i cili ndahet tek ofruesit është akoma larg përmbushjes së nevojave. Shohim se shumë çka u bë më mirë se sa ku kemi qenë. Megjithatë, ato sfida që i kemi kaluar, disa kanë mbetur në të kaluarën, disa tjera vazhdojnë me qenë sfida që na përcjellin prapë. Normalisht, si me thonë, ty qenë të organizuar si prind, ty pas ma shumë shërbime, ty pas ma shumë shoqata, po arrin prind të ri për shembull të marrin edhe informacione ma shumë. E gjitha këto po ndihmojnë pastaj edhe në trajnime gjitha këto me i pru fëmijët në mosha të reja. Ne jemi shoqata autizmi ndër të parat në Kosovë, edhe normalisht të gjithë bashkëthemeluesit kanë qenë personat cilët i kanë pas fëmijët e tyre ose familjarët e tyre. Tash ata janë mosha që janë adult, edhe shteti ende nuk ka një qendër e cila jep shërbime ditore për adult. Sfidat me të cilat takohen prindërit janë ato sfida cilat për shembull, si me thonë, gjithë përfshirjen. Ne po punojmë se dhe moto i aktiviti është gjithë përfshirja, por dhe shërbime të qëndrueshme. Do me thonë, me momentin kur prindi merr një diagnozë, me njëherë kërkon, si me thonë, forma tjera, rrugë tjera, ku me gjetë zgjidhje për këto. Normalisht nuk janë faza të lehta. Mirë po shpesh prindin me qenë në një udhkryq, po letjen institucionet ato që i mbështesin. Personat me aftësi të kufizuar në Kosovë në përgjithësi nuk kanë spari trajtim të barabartë ligjor, që është një sfidë në vete, pasi që disa kanë të rregulluar statusin ligjor, disa jo, por edhe ata që kanë ligjin specifik, si që janë të verbrit edhe paraplegjik dhe tetraplegjik, prapë nuk është që ligjet po gjenë zbatim të plot. Ne vazhdimisht po avokojmë dhe po insistojmë që të zgjidhet një herë për gjithmonë kjo çështje, pasi që do të garantante kontinuitet marrjes sporit shërbimeve e pastaj të inkuadrimit të fëmijëve të rriturive, gjithë persona me aftësi të kufizuar në jetën shoqërore, arsimore në punësim, mirë po pse jo edhe të kalojnë në kontribus shoqërisë, të mos jenë gjithmonë vetëm barre e shoqërisë. Prandaj e shfrytëzoj rastin me rastin e kësaj dite që t'ju bëj thirrje institucioneve që ta çojnë përpara ligjin gjithëpërfshirë që të ta rregullonte një herë për gjithmonë çështjen e ligjore të statutit persona me aftësi të kufizuar. Dhe kemi fokus ashtu gjithëpërfshirjen, u përmend që mungojnë pjesa e asistentëve në shkolla, përveç asaj edhe trajnimet e këtyre asistentëve janë më shumë të pjesa, domethënë, e përgjithshme, jo specifike për personat me autizëm. Kjo po të më jep problematika gjatë këtij rrugtimi, sidomos gjatë fazave të adaptimit, për shkak që duhet një qasje pak më specifike dhe pak më profesionale te pjesa që të paktën më arrit mi menaxhu disa sjellje problematike. Një ndër sfidat kryesore për fëmijët me autizëm, por edhe për prindërit, familjet e tyre, njëkohësisht edhe për ofruesit e shërbimeve për fëmijët me aftësi të kufizuara, e këtë rast për fëmijët me autizëm, është qëndrueshmëria financiare e shërbimeve të ofruara. Pjesa dërmuese e fëmijëve me autizëm, shërbimet i marrin në kuadër të organizatave jo qeveritare, qendrave qoftë ditore apo të specializuara të cilat ofrojnë të shërbime në baza ditore. Këto janë shërbime që ndoshta për dallim prej disa llojeve të tjera të aftësisë së kufizuar, të ndjen shërbime më intenzive. Në këtë rast, ofruesit të shërbimeve për fëmijët me autizëm nga sektori jo qeveritar përballen në vazhdimsi me sfidat të qëndrueshmërisë financiare. Këto shërbime nuk ofrohen nga institucionet publike. Institucionet publike nuk kanë kapacitetet për të ofruar gjithë këtë gamë të shërbimeve. Mbështetja e cila ofrohet, sado që ka pasur rritje, do të me pranu, domethënë ndër vite, sidomos viti 2025, këtë vit që jemi, ka një rritje të konsiderueshme të buxhetit nga qeveria, Ministria e Drejtësisë. Megjithatë,
buxheti i cili është ndarë dhe buxheti i cili ndahet tek ofruesit është akoma larg përmbushjes së nevojave, për shërbime dhe kërkesave të fëmijëve dhe të prindërve me autizëm, por edhe fëmijëve të tjerë të cilët janë me aftësi të kufizuara.